Cila është më e vështirë, të mbjetosh në rrugët e Shijakut apo të mbjetosh në botën e futbollit shqiptar? Shumë e lehtë në rrugët e Shijakut, në botën e futbollit është e vështirë. Po t'ishe trajneri kombëtares, cili do ishte lojtari i parë që do ta lije në stol? Kjo është pyetje e vështirë. Në varësi të ndeshjes, nuk është se do kisha emra që ky lojtar nuk duhet luajë, por në varësi të ndeshjes, në varësi të ngarkesave, në varësi të gjendjes, nuk kam një emër të veçantë. Kur Erjon Veliaj të tha se i kishte ato prej hekuri, a nuk të shkoi mendja ta rekrutoje si lojtar të fortë në mbrojtje? Ja, në fakt duhet të kesh mendjen prej hekuri që ti je lojtar i fortë në mbrojtje, jo ata. Si përzgjidhen lojtarët e kombëtares nga të gjitha trevat? Me merita sportive, gjëja e parë që ne kemi një sistem skautimi në federatë, të cilit sjellin informacion për gjithë trajnerat e moshave dhe padyshim pastaj i propozohet për të qenë pjesë e ekipit kombëtar pavarësisht se nuk jetojnë në Shqipëri. Ky lloj selektimi fillon që në moshat vogla vazhdon deri në ekipin A, nuk është e sigurt që ato që selektohen në le të themi në moshat 14 apo 15 domosdoshmërisht jenë pjesë të ekipit A. Është një proces i vështirë, por i vetmi kriteri sportiv. A i ke kërkuar para Xherdan Shaqirit për ta futur të luajë me kombëtaren, se është bërë lajm gjithandej dhe thash ta hiqa këtë merak? Kjo është lajm i vjetër dhe besoj se e kanë përgënjeshtruar vetë çuna. Për cilin lojtar je penduar që se ke futur në kombëtare? Penduar, ja, po do kisha dëshirë që të kishim disa futbollistë që vërtet kualitativ, që janë shqiptarë dhe mund në ndihmonin akoma më shumë, qoftë dhe Xherdan Shaqiri, apo Xhaka, apo dhe në një tjetër që sot mbase nuk njihet shumë në arenën ndërkombëtare, sepse akoma nuk kanë filluar një karrierë me ekipet e para, por që nuk kanë vendosur që të kontribuojnë për Shqipërinë. Ka emra. Më mirë një europian pas Serbinë apo një ndeshje pa tifozat kuqezi? Europiani është gjithmonë i mirë dhe uroj që ta kemi sa më shumë. Dhe tifozat kuqezi janë gjithë ato që janë shkallët e stadiumit. Dhe unë i dëshiroj gjithmonë shkallë plot. Sa herë ka thënë Armando Duka, Serbi, e di vetë ti? Jo, asnjëherë. Jo, asnjëherë. Unë nuk është në konceptin tim, por unë nuk i ndaj popujt mirë apo të këqij, unë i ndaj drejtuesit dhe liderët e tyre të mirë apo të këqij që sjellin vërtet ngjarje negative. Popujt për mua janë gjithë inocent, janë gjithë të mirë.